Partia Demokratike Shqiptare është në pritje të ftesës që të diskutojë me partitë e shumicës për të bërë pjesë e qeverisë. Imer Aliu nga kjo parti deklaroi se deri më tani nuk ka pasur ftesë. Megjithatë, tashetutje janë të hapur për të diskutuar me secilin aktor politik. Megjithatë, shtoi se aktualisht ka mos përputhje mes PDSH-s dhe qeverisë. Jo, mirë po, në fakt, ne nuk do të refuzojmë ftesën. Dialog apo debatin më sakt ne do ta zhvillojmë me secilin tashetutje, përfshi edhe qeverinë. Mirë po, një gjë është e qartë, rendi ditës i Partisë Demokratike Shqiptare dhe rendi ditës i qeverisë dhe partive në qeveri duket që është i ndryshëm. Mirë po, sigurisht ne do të debatojmë me të gjithë. Imer Aliu tha se PDSH-ja do të mbajë përgjegjës partitë e shumicës dhe kryetarët e komunave që u kanë premtuar qytetarëve. Aliu shtoi se humbja e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk është tragjedi kombëtare, por humbje e një grupi të caktuar. Ne si Partia Demokratike Shqiptare atë do bëjmë, do të mbajmë përgjegjës këta që kanë premtuar qytetarët dhe që i kanë pozicionet tashetutje në pushtetin lokal dhe pushtetin qendror. Ajo që BDI ka humbur nuk është tragjedi kombëtare, mund të jetë tragjedi e disa individëve apo një grupi të caktuar, sigurisht s'ka të bëjë me tragjedi kombëtare. Sot Partia Demokratike Shqiptare ka zhvilluar mbledhjen e kryesisë qendrore, ndërkaq vlen të kujtohet se kjo parti nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale të tetorit. Para se të merrte vendimin për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale, Partia Demokratike Shqiptare mori vendim për t'u larguar edhe nga fronti evropian.